Për kraje s'kam pas asnjëherë, pak shumë kam pas për artistave, edhe unë kum pas qef me po me naj artist muzik. Po s'ta ka dhon shancën kish unë s'foli, po edhe unë kom pas një farë krenarie gjithmonë. Për kraje s'kam pas asnjëherë, pak shumë kam pas për artistave. Bashkëpunimi jemi parë ka qenë me Shaqir Taravadikun. Po, e përshëndesim për Është ndryshe njeri prej shumë kësaj. i mirë, është edhe falenderoj shumë. Edhe unë kum pas qef me po me naj artist muzik. Po s'ta ka dhon shancën kish unë s'foli, po edhe unë kom pas një farë krenarie gjithmonë. Edhe pa qenë mediume kështu tamam. Edhe kështu që deri këtu ka marrë domethënë me forcat mia, edhe me bashkëpunime me kolege sane. Edhe nuk i dorëzo rrugës, sepse na e shohim plot, sot do ndoshta pak për po duke falenderuar Zotit që ta ka dhënë mundësinë, zonin, sepse normal që kur e ki zonin, e ki ngjyrën e zonit, kjo e kupton më mirë, sepse te këngëtari është ngjyra e zonit, domethënë e bën më unik. Mandej modelin e muzikës se çka zgjedh ti varet prej teje. Jo, e përmenda për arsye se sot kemi shumë artistë rinj që ndoshta kanë shumë potencial, kanë shumë zë unik, po për shkak të mos përkrajes edhe guximit që me vazhdu tutje vet, ndalen gjysmë ndoshta ëndrrën që kanë pas gjithmonë për me arrit në muzikë, kështu që unë kur e kum bë albumin e parë me 7 këngë tash e kum bë unplugged, që fjalën unplugged shumica e këngëtarëve se kanë ditë çka është. Akustik, muzikë akustike. Edhe, dhe me thonë, një 3-4 muaj ka najtë vijok albuma. Po dhe prandaj, nuk është... Për krajen unë e kum pas gjithmonë prej mediumeve, edhe prej portaleve. Prej portaleve seriozat tamë që janë, jo këtu fejka, që vëdi une. Edhe, dhe me thonë, për krajen e kum pas prej tyre, edhe sot ku jam, sot që bëjmë muhabet me ty, sepse projekti ka qenë projekt diçka që ka pas nevoj, këj vend për asi projekti. Edhe normal që u përkrau. Si nga këtë mediumet, po me dhej. Një pjesë që përdu me prek është edhe pjesa e komenteve negative. Shohim gjithandej ku do në për rrjetet sociale, personazhe që i bëjnë mirë direkte, indirekte, me fake accounts ose çka do qoftë. E përdu me ditë në moment atë ka prek diçka, ose a i merr shumë me sportivitet. Pa thashën e që s'nga intervista asherë. A si qyra s'komente në rrjetet sociale tuata? Po mi jo, në private, po. Po, private. Është delete, e jeki. Slen toksicitet në... Jo, ta ceka, për këto ta ceka, sepse na po bojna muhabet. Ti e gazetare, unë jam artist, po t'i kthej përgjigje që mi bën pyetjet, edhe qohet atu dikush ta shonë në ty. Ose mu. Për çka të bona, kur gjajsh. 2 herë një tem ku më lexu komente, edhe e kam me të bona e beqë që s'lexoj komente, edhe nuk himi këthi komente. E pas ke gjetë qesin shumë letë më rasim. Po, jo se i kumë thë veti, sepse e një vetën. Se kur të himi ja këthy në replay tani... Keqa? Ja kam më gjetë, ja kam me gjetë. Ha, për këpëdën. Kur të, nëse më shku privatisht, atë janë është të interesant, po privatisht jo. Në me thonë, nuk është që më ndohë me marë kritika diçka për muzikë, se është fans. Asim se kum prit që e banë që të kongë pina viskë jo me Coca-Cola, për shamull. Se ti nuk je i këti zhondrit, që e marë shumë në regull është ajo. Dhe se shumë thjesht ajo më dëgju, më mësu më dëgju me kongë që janë pak ma për toke. Dhe kështu që ato janë shumë mirë, ato sa është fanë si jyti edhe dënë me i ndëgjën kongët e tua.